Kryeministri i Republikës së Kosovës dhe kandidati për kryeministër Albin Kurti zhvilloi një takim me bashkëdhetarët shqiptar në Zyri të Zvicrës. Tubimi ishte madhështor dhe Kurti theksoi edhe një herë se diaspora është pjesë e pantashme e shtetit dhe kombit ton, brigata jon bujare me zemër të madhe, dashurinë dhe kontributin për vendin i ka kushte. Shtylla në kohë rezistence e lufte, motori zhvillimi, në kohë paqe e shtetëndërtimi, dhe është pjesë e pandashme e shtetit dhe kombit ton, bashkëdhetar, bashkë për adeun, shkruan Kurti. Lidhur me këtë takim për bota sot ka folur Luan Gazaferi nga Guxoi, i cili ka vlerësuar rolin e mërgatës shqiptare. Ai vlerësoi rolin e mërgatës shqiptare duke thënë se takimi ishte madhështor, me një mobilizim dhe frymë të jashtëzakonshme të mërgatës për të votuar Albin Kurtin më 28 dhjetor. Organizimi është i papar dhe besoi se mbi 80% e mërgatës do të japin votën e tyre, duke siguruar një qeveri stabile për 4 vitet e ardhshme. Ishte njëri prej takimeve më madhështore që unë kam parë, pa e kam qenë prezent ndonjëherë. Unë kam parë një mobilizim të jashtëzakonshëm dhe një frymë si asnjëherë më parë të mërgatës, që këtë herë dhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit do të votojnë zotin Kurti. Ka një organizim të papar deri sot, që të shkojnë në Kosovë për të votuar, sikurse edhe të votojnë ata që janë regjistruar si votues jashtë Kosove, për te çdo propagande që shfaqet çdo natë në televizor e Kosovës. Unë ju them me bindje se nga përvoja që mbi 80% e mërgatës janë do të votojnë Albinin. Bukur, me bindje e them se këtë herë e më 28 dhjetor, vota e mërgatës do të jetë vota vendimtare që Kosova do të japë një qeveri stabile për 4 vitet e ardhshme, theksoi ai për bota sot. Tani, të gjithë së bashku, ftojmë në skenë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Zvicra është midis Alpeve të Evropës, por këtu bëka edhe ma nxehtë se në vendinjën tonë Kosovë. Të dashur bashkëdhetar, zonja e zotri, motra e vëllezër, shoqe e shok, faleminderit shumë që e keni ndarë kohën e të shtunës mbrëma dhe të na bëni bashkë këtu në Syri. Dikush prej jush e ka nda kohën e pushimit, dikush studimit, e dikush edhe të punës, dhe jemi bërë bashkë të gjithë atëherë kur në ndajnë vetëm 15 ditë nga fitoria edhe ma e madhe e lëvizjes vetëvendosje me datën 28 dhjetor, kur qytetarët e Republikës dhe shqiptarët në barë me drejt votit që janë mërgat, do t'i drejtojnë kutive të votimit dhe do t'a bëjnë fitues numrin 116. Ne asë njëherë nuk e harrojmë, ne gjithë një e kujtojmë sa shumë ka dhënë mërgata për vendlinjen. Edhe atëherë kur ishim në okupim, edhe gjatë luftës shkrimtare, edhe për mbijetesën sociale, por edhe për zhvillimin ekonomik, demokratizimin, pavarësimin e Kosovës dhe reputacionin e saj ndërkombëtar. Ne e dim që janë rreth 100 dëshmorë të kombit, luftarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që kanë rënë në fush betej në vitet 1998-1999 në Kosovë, dhe dim që
Agim Ramadani, komandant Katana, ka ardhur nga Zvicra në Kosovë për lirinë e Kosovës. Ashtu, sikurse që ka ardhur edhe Fehmi Ladrovci prej Gjermanisë për të rënë në fushë betejë në Kosovë, në përballjet pabarabartë me forcat armike të Serbisë. E përveç këtyre rreth 100 dëshmorëve të kombit, që i kemi nga diaspora jonë, janë edhe qindra të tjerë, veteran e invalid të luftës, të cilët ne i respektojmë dhe i falenderojmë për jetë e motë. Por gjithashtu, e dim që edhe kur s'kishim luft, ne nuk kishim paqe, sepse kishim rezistencë të vështirë dhe janë me mira e mira shqiptarë, të cilët e kanë mirë mbajtur qëndresën tonë, si në Kosovë në Balkan, po ashtu edhe këtu në Mërgat. Shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ato mësuese e mësues, arsimtare e profesor, për të gjithë ata artista e sportista, punëtor, inxhinier, mjek, arkitekt, infermier, të cilët kanë kontribuar për lirinë e atë dheut tonë dhe pavarësimin e Republikës Kosovës. E mirë se ju gjejmë sonte këtu në Cyri. Cyrihu nuk është larg Kosovës, është njëra nga mënyrat e shumta se si Kosova jeton në botë. Dhe kjo është në kuadër të një mërgate e cila nuk është kujtim i ikjes, është dëshmi e qëndrueshmërisë. E sot ju vetë, motrat e vëllezërit tuaj, fëmijët tuaj janë profesionistë. Jo rastësisht me që janë rezistencë e trashëguar. Ju jeni integruar, pa u tretur, dhe një mend shqiptarët janë gjithandej të shpërndar, por kurse të shpërbër. Identiteti ynë, angazhimi ynë, kontributi ynë, vetdia kolektive që kemi për lavdin dhe vuajtjet historike na mban të gjithve bashk, por njëkohësisht na mundson të ecim mbar e mirë në rrugën e drejtë, e cila njërënon i ka dëshmorët e martirët e kombit, e në anën tjetër i ka dëshirat dhe ëndrat e rinisë dhe fëmijëve të Kosovës. Ne besojmë që urat midis Kosovës dhe Mërgatës ndërtohen me politika. E këto politika janë politika publike, janë politika ekonomike, sociale e kulturore. Dhe këtu nevojitet kontributi juaj, i cili asnjëherë nuk ka qenë i matshëm, por njëkohësisht çdo herë i padiskutueshëm. E profesionalizmi juaj është pikrisht pasuri publike që duhet të jetë pjesë përzbërëse e këtyre politikave publike. Biznesi, teknologjia, mjekësia, drejtësia, arti e sporti, aty ku jeni, Kosova është me ju. Sepse diaspora nuk është rezervë emocionale, është forcë zhvillimi. E qeveria e Kosovës, qeveria juaj e sheh Mërgatën si partner e kurse si spektator. Ju faleminderit. Ju faleminderit për gjithë shka që bëni, pjesa dërmuese e kësaj që bëni, pa dyshim që nuk njihet e nuk dihet sa duhet, prandaj ju jeni ata herojt e heshtur
të paqes që lartësoni edhe shtetin e Kosovës edhe kombin shqiptar mbar. Por, dashur bashkëdhetar, përveç se komb i vetdijes kolektive për historinë, përveç se komb i flamurit ton të kuq me shkabën e zezë 2 krenare në mes, përveç se komb i dokeve, zakoneve pra traditës son, i këngëve e i vallëve të bukura shqiptare, ne para se gjithash e mbi të gjitha jemi komb i gjuhës. Andaj gjuhën shqipe duhet ta mësojmë e ta levrojmë, sepse ky është amaneti i rilindasve tanë, të cilve ua kemi borxh qenjen tonë. Gjuha shqipe. Gjuha shqipe nuk mbahet me nostalgji, gjuha shqipe mbahet me arsim. Pra me arsim, që do thot arsimi është ai që bën tokën arë, arsim.